Pejgamberi alayhis salam ka thënë, pejgamberëve nuk ju kalbën trupat në varr. Pra ulemat kanë thënë sot, edhe pse nuk lejohet kjo, me nxjerr pejgamberin sa prej varrit, alayhis salam, është çish ka dek ditën e fundit. Andaj në kohën e Umar Khattabit, në disa prej luftrave, e kanë gjetë një pejgamber i cili ka pasur emrin Daniel. Daniel domthon prej pejgamberëve të bijve të Israilit. Edhe ja kanë pru lajmin Umar Khattabit. Kështu duke i shikuar do varreza, e kena gjetë një njeri më i gjallë se na. I dekt më i gjallë se na. I freskët, mjekra i kullon, apo se këtë pejgamberë kanë pas mjekër. Kur jemi te mjekra. Këtë pejgamber kanë pas mjekër. Andaj i kanë thënë mjekra më e freskët se mjekrat tona. Umar Khattabi ka shkruajt shpejt hupja në varrin. Pra varrosën edhe kur kujt mos i kallzoni. Sepse shkojnë njerëzit, bojnë dua atë, bojnë shirk. Andaj me nxjerr pejgamberin prej varrit, çdo pejgamber, sikur që ka dek. Pse vëzër? Sepse Allahu ja ka beku trupat. Ja ka bekuar trupat kur kanë qenë gjallë. Dërsa sot nuk lejohet asnjë monir me ulut me lut pejgamberin apo me kërkuar ndihmë prej tjera, por kërkohet prej Allahut te bareke ve teala.